Janë bërë disa ditë që kur ka filluar rënimi një objekti banesor në qendër të Deçanit dhe banorët pranë tij thonë se ndihen të rrezikuar. Naim Caca, i cili ka shtëpinë afër me objektin që po rënohet, tha për kallëzo.com se nuk janë njoftuar nga askush se do të fillonte rënimi i objektit dhe i druhet rrezikut që paraqitet gjatë kryerjes së punimeve. Po alarm më jem për shë situatën vend. Alarm më jem se që banojmë këtë 5 metra afër. Ka pse më fort teknologjia ka bërë. Në thonë nuk ka kufar sigurie. Kuvendi komunal i Deçanit kishte marrë vendim për rënimin e objektit për shkak se vjetërsia e tij paraqiste rrezik për banorët. Një kompleks i ri banesor është planifikuar të ndërtohet në të njëjtin vend. Kryetari i komunës së Deçanit, Rasim Selmana, i tha përmes telefonit për kallëzo.com se operacioni i rënimit nuk paraqet rrezik. Ditët e para të rënimit nuk ka pasur nevojë të bëhet siguri e madhe, sepse nuk është paraqitur ndonjë rrezik, por kur punimet kanë shkuar në fazën që duhet të sigurohet, kemi ndërhyrë ne si komunë dhe janë marrë masat. Mendoj që rënimi është duke u bërë sipas standardeve. I vetmi rrezik i mundshëm është shoferi i eskavatorit. Ai shtoi se të gjitha dëmet eventuale që shkaktohen gjatë rënimit do të kompensohen për të dëmtuarit.